Pas protestës së Partisë Demokratike dhe konfrontimit me forcat e rendit, në përpjekje për të mos lejuar punimet për këndin e lojrave në parkun e Liçenit, ka reaguar Bashkia e Tiranës. Kryetari Erion Veliaj pasi vizitoi efektivët e plagosur të policisë në spitalin e traumës, dha këtë deklaratë. Ky tani proteston që mos kenë një vend ku të luajnë fëmijët e Tiranës, siç kanë fëmijët e tij në Holland. Kështu që mjafton të shikosh deputetët armatosur Partisë Demokratike, deputetët rrugaç të Partisë Demokratike, deputetët vandal dhe dhunues të Partisë Demokratike, për të kuptuar se çfarë diferencë kemi midis ndërtimit edhe shkatrimit, midis dritës e midis errësirës, midis punës tonë edhe dhunës së tyre. Pas protestës, e cila përfundoi me arrestimin e disa protestuesve, përfshirë kryetarin e Partisë Demokratike për njësi nr. 5, Ndriçim Babasi, reagoi ashpër kryetari Lulzim Basha. Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama se po vazhdon projektin e tij për betonizimin e Tiranës, duke mos marrë parasysh ligjet dhe kushtetutën e vendit. Kemi të bëjmë me një tirani. Me një tirani që shikon vetëm mbi kushtetutën dhe mbi ligjin. Kemi të bëjmë me një kryeministër i cili nuk kufizohet nga ligji dhe kushtetuta siç e dikton Republika Parlamentare, po e shikon vetëm mbi ligjin dhe kushtetutën për të plotësuar interesat e tij, babzin që i ka errur syt përmes betonizimit të parkut Liçenit. Me njëherë pas deklaratës për shtyp, kryedemokrati Lulzim Basha i është drejtuar drejtorisë së policisë të Tiranës, nga ku ka kërkuar lirimin e protestuesve bashkë me kryetarin e demokratëve të njësisë 5, Ndriçim Babasi. Unë shoh gjendjen e ndaluar urgjentisht. O ti zotëri. Më ka dhënë që derisa të vi drejtori takoj kryetarin e opozitës, deputetët do hyjnë shohin gjendjen. Shënoj emrin siç e kemi. Shënoj emrin aty me diç siç e kemi. Orari ku kemi ardhur, shënoj aty. O zotëria, ka mundësi apo jo? Jo më çfarë jam lutur unë, kam ardhur e para, jam lutur unë ka 1 orë. Jo mos nuk fare, mi lutesh, po lutam kam një orë. Asnjë përveç deputetëve të tjerë do presin të prapë. Kryetari i opozitës bashkë me disa deputet demokrat qëndruan për afro 2 orë 30 minuta në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës. Në dalje, ai tha se të gjithë ata të cilët dhunuan qytetarët do të mbajnë përgjegjësi. Ky regjim bandit i ka orët e numëruara. Ky regjim bandit që tregoi sot fytyrën e tij të vërtet para Europës, Amerikës, para qytetarëve shqiptar, duhet ta di se po sot ka filluar numërimi mbrapsht për të. Ne nuk ndalemi. Ndërkohë, një video e filmuar gjatë protestës tregon se deputeti demokrat Gent Strazimiri mund të ketë qenë i armatosur. Vetë Strazimiri, i pyetur nga Euronews nëse ishte i pajisur apo jo me armë në protest, as nuk e pohoi dhe as nuk e mohoi, ndërsa theksoi se ai është i armatosur 24 orë me denoncimin e kriminalëve që kanë kapur shtetin.